Fryrja e lumit Hir nga prurjet e mëdha nga prajt malor ka ngjallur frikën e banorëve të fshatit Bardhaj në njësinë administrative Rrathina në Bashkinë Shkodër. Banorët thonë se lumi Hir ndër vite ka gryer sipërfaqet e konsiderueshme të tokave, ndaj kërkojnë marrjen e masave. Inshallah nuk fryhet fort, se me frikë jetojmë gjithmonë. Po bëndami, merr dhe, merr argjinatura, merr tëna edhe kjo shtratin e ka pasur liçet diku, inshallah nuk fryhet vetë. Nuk di çfarë. Ky lumi Hir është shumë i rrezikshëm për arsye se arrit shumë. Vjen e bën grymje. Pra kur gryn dy anë, dihet se ka po dikur marrën. Ndërsa një problem tjetër është dhe dëmtimi i njerëz prej këmbëve të urës së Bardhajve. Ura është e gushtë, ura është e myllën, është e xhanë, ura e keqe bën para 35 vjeç kjo. S'është e parametrave të kohës, as nevojave as gjë. Duhet të jenë më gjatë për kirin, për vetë kirin e për ujtë që derë, duhet jenë me gjatë, me fyt më të madh, edhe duhet jenë me gjatë për kalimin e makinave. Kjo urë e para 80 viteve. Është problem që tash një kamion aty, ajo ju ka gry krejt bazamenti. E ka dal, si me thonë, funi aty ku ju ka filluar baza, ka dal. Para përshif një 3 metër rëmullak, ajo edhe mund kthehet një anon. Kur kthehet një anon, prit të zot bjen edhe një makinë, manena është me pasoja kjo punë. Puna është unë nuk kam domethënë me kalu këtë urë, po për kush e kalon, kjo është e rrezikuar me ramën veç edhe me makinë. Se janë ka zhgulën kom. Pa kohë më parë, pranues së Bardhave u ndërtua edhe një argjinatur, pasi vërshimi i lumit Hir ka gryer një sipërfaqe toke duke kërcënuar edhe urën e këtij fshati.